Në vitin 2025, arkeologjia përjetoi një transformim të rëndësishëm falë ndërthurjes së teknologjisë moderne në metodat klasike të gërmimeve. Shkencëtarët dhe studiuesit arritën të hedhin dritë mbi periudhat e errta të së kaluarës njerëzore, duke përdorur mjete inovative që po ndryshojnë mënyrën se si zbulohet dhe kuptohet historia. Analiza e DNS së lartë bëri të mundur rindërtimin e prejardhjes së një egjiptiane që kishte jetuar në kohën e ndërtimit të piramidave, duke ofruar njohuri të reja mbi jetën dhe lëvizjet e popullsive të lashta. Ndërkohë, imazhet satelitore zbuluan struktura gjigante gjuetie në malet e Andeve, dëshmi këto të organizimit të avancuar të shoqërive parahistorike në Amerikën e Jugut. Po ashtu, hartëzimi në New York solli në sipërfaqe anije të fundosura që nga lufta e dytë botërore, si dhe gjurmë të një porti të mbytur, i cili mund të ndihmojë studiuesit në zbulimin e vendodhjes së varrit të Kleopatrës. Këto gjetje përforcojnë bindjen se një pjesë e madhe e historisë njerëzore ende mbetet të fshehura në ujëra, në xhunglat e dendura apo në shkëletirat e pashkelura, duke pritur të zbulohen në të ardhmen.